fjalën xhamat këtu. Normal ne kemi përkthy unitet, po analiza ose gjeneza e fjalës është xhamati është rahmet e përçarja është dënim. Fjala xhamat na po dojna që muhabet me spjegu pak. Çka nuk kupton me fjalën xhamat këtu? Sepse kjo puna e xhamatit këtu tash. Kohën e fundit, jo kohën e fundit, por ndoshta gjatë historisë ka pas lëkundje. Pse? Sepse koncepti i muslimanëve rreth xhamatit ka ditë kanëherë me kon shumë parcial, edhe ka ditë me kon unik ose i përgjithshëm. Hazreti Muhamedi alayhis salam kur ka thonë xhamati është rahmet, nuk ka thonë xhamati i një lloji të veçantë, i një grupi të veçantë, i një lëvizje të veçantë, çu po mendon dikush. Se problemi disa fetarëve sot është që fetarët kanë filluar me bëu do grupe, do grupacione ose xhamate, i thonë, ose lëvizje. Edhe sot në botën islame ka lëvizje islamike. Grupet të njerëzve musliman që punojnë me një program të caktuar për me realizu do synime. S'ka kur gjë të keqe. Problemi është veç një gjë, që ata anëtarë, që ata i lëvizje, ata zguxojnë me mendu që vetë xhamati ty në është në këtë alem dyje. Jo, ata janë xhamat pjesë përbërëse e xhamatit të madh, i cili është i synun hadith. Pejgamberi këtu po fol për bashkësinë muslimane, po fol për komunitetin musliman, që janë tërësi, domethënë. Edhe keni kujdes. Problemi është që disa fetarë sot ja kanë dhënë drejtën vetit me gjyku këtë xhamatin, me shti kanë dojnë, me nxirr kanë dojnë, ka pagun që taj edhe tani thotë ky është, ky u dal, ky u hi. Jo, dashun lëzën xhamati i komuniteti, bashkësia muslimane. Nuk i takon kërkujna, se ka kërkush mandatin me gjyku, me nxirr kanë dënë, me shti kanë dojnë. Mandati i takon, domethënë krejt muslimanëve. Kjo është pasunia e gjithëve, bashkësia është e secilit prej nesh. Na ton participojnë në çet komunitet. Domethënë, nëse folim na për çet vendin ton, na ton jena musliman, edhe tonë përbojna bashkësinë muslimane këtu, edhe kërkush s'ka drejt tash, më ia dhon vetë drejtën, edhe me mos autoritetin me gjyku tash, ai me gjyku këtë far komuniteti edhe me nxirr kanë dhënë edhe me fut kanë dhënë. Ky far të lash është e trashëguar edhe në të kalumen. Çto grupacionet kanë ditë kanë herë dhe apo vreni ka filluar ka pak edhe në xhamia mu reflektu kjo. Kanë herë do njerëz, domethënë edhe në xhamia kur po hin e ka veç atë llojin e vet, apo don edhe dyshysh nuk mund integrohet me krejt xhamatin. Burra jashtë xhamis ti unë më pas shokë me që dashamire edhe njerëz të llojit tan ose njerëz të principit tan, të kupturit tan. Po kur të hish në xhami, këta janë ton komunitet musliman. Këta ton janë bashkësi islame, muslimane. E kena bërç tonë mi respektu. Dyshysh, ky që me mu, ky pak ma muslimana. Abdin edhe ky tjetëri, ky veç, kur të nxarr rrugën, a i këna i selam, se kështu normal, kjo është shumë e damshme, sepse po damtohet xhamati. Kjo është për një me përqali, dhe mon, kohën e funit ka fillu që ky farë principi, edhe mrena xhamia mu formu qëtu farë xhamatet, edhe xhamatet, grupacionet, nuk guxojnë me dalë për mikit xhamatin e përgjithshëm. Ato tana janë pjesë e xhamatit, janë tana pjesë e komunitetit, janë tana pjesë e shoqënisë islame. Normali kanë principet e veta, kuptimet e veta, po ata nuk guxojnë se ti të lashën e dini ku e keni sot. Të lashën e keni sot që janë bënia 4-5 vet, që tonë në qytetin tonë kanë bënë far xhamatit të vogël. Edhe ai diçka thot, na jena musliman, na jena hak, na jena ahlus sunnet, na jena grupi shpëtuar. Me këta të tjerë gjysa janë ignoranta, dobidat. M'fal, kush ta japi drejtën ti me gjyku muslimant? Kush ta japi drejtën ty 4 vetë në botë, ta janë krejt ummeti islam. Ta janë krejt shoqënia islame. Ky lloj të mendumit është shumë i rrezikshëm dhe shumë rrezik me damtu komunitetin musliman. Për ata na po folum këtu. Xhamati i rahmet, po folum komuniteti, bashkësia islame, muslimane e një vendi, edhe krejt botës, është xhamati, edhe na ka hije ma vonë shumë çdo musliman me respektu këtë komunitet. Edhe me respektu këtë bashkësi që pejgamberi alayhis salam e ka quajtur rahmet. Qëta musliman të Kosovës, me gjunohe, pa gjunohe, që kanë thonë shahadetin, e kanë besu Zotit edhe pejgamberit, janë vëllezërit tonë, janë qytetarë, bashkëtojmë me ta, falemi me ta, edhe jem pjesë përbërëse që ti komuniteti. Në aspektin ideologjik po flas në aspektin fetar. Sepse edhe ata që janë tjetër fe janë qytetarë të Kosovës, po ne po flas për bashkësinë muslimane të vendit tonë.
krejt janë vëllezërit edhe motrat tona, me gjunohe, pa gjunohe. Do të thonë të jena të sakt për çfarë po folim. Xhamati o rahmet. Që ta musliman që përbojnë komunitetin janë rahmet. E përpjekja mu shkput pej tyne, përpjekja me dëmtu ata, përpjekja me kriju klane mrana tyne është përçamje dhe kjo dëmton komunitetin edhe kjo është dënim. Edhe jetë të po tonë ka pak, kem fillu me prek ka pak dënimin. Pse kem fillu? Sepse grupin e vetë e ka qitë mi grupin e muslimanve. Edhe maj shajt është ai lloji vetë, se sa lloji këtë muslimanve. Nuk është e drejtë kjo. Që kjo është aspekti i xhamatit. Do të thonë fjala xhamat këtu është për qëllim bashkësia muslimane e një veni.